Pse vendose që të hysh në këtë rrugë? Po, vendosa me që ishim në fshat, thamë t'i promovojmë të ushqimet e fshatit që kanë gatuar të parët tanë. Vendosa kemi bërë një shtëpi të vogël. Po, gjërat që kanë përdorur të parët tanë, që të qypat e kadishkat e të gjithë. Ndërtimin e ke bërë vetë? Pra gjithë punën që bëhet? Gjithë vetë. Je usta vetë në këtë punë? Marrin vesh kemi punuar në emigracion, pak a shumë. Çdo gjë shikon këtu e kam bërë vetë. Për veten time provoj djath, gjalpë, narden, pekmes, gjërat e fshatit, komposto pe kumble, komposto pe fane. Të gjitha, nardeni bëhet pe kumble, gjitha janë për shtëpie. Të gjitha këtu janë prodhuar veç të djathi, të gjitha me petkat, këtu neve bëjmë dhe trana, do me thonë, varet. Po petkat kishin një shihet veçantë, u kam ngrënë voskopoj në Korçë, pse kishin një shihet veçantë? Po petkat këtu kanë një shihet veçantë se lengu i kaposhit është bija. Kaposhi është i fshatit. Plus që dhe petka është e prodhuar me vetë fshatit. Plus petkat janë të prodhuar me vetë fshati, me gjalp fshat, janë çdo gjë bio, çdo gjë po që bio nxjerr ushqimin e ke parasysh.